La arena. Shikues, rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Trepçës dhe Vllaznimit, me të vërtetë një pjesë e parë fenomenale ku Vllaznimi e nisi furrishëm me rezultat 31-19 e mbylli çerekun e parë, por shpërtheu Trepça në çerekun e dytë duke i realizuar hiç më pak se 33 pikë e duke ndarur Vllaznimin në 15 për të përmbysur gjithçka dhe me të vërtetë për ta bërë këtë duel mjaft interesant. Do të shohim a do të ketë forcë Vllaznimi ta përsërit lojën që bëri në çerekun e parë, apo Trepça do të vazhdojnë me paraqitje të njëjtë ashtu siç bëri në çerekun e dytë. Mitrovica si të udhëhequr nga Drilon Hajrizi, që me të vërtetë ishte fantastik kur asgjë nuk po funksiononte. Driloni me treshët e tij shpërtheu 18 pikë në 10 minuta 30 sekunda erdhën nga ky njeri që po e shihni në plan të parë, por po e shohim 3 personale e penalizuan që të mos arrin të vazhdojnë tutje, ndërsa në anën tjetër edhe Jericho Helms pati paraqitje mjaft të mirë në pjesën e parë me 17 pikët e tij. Starton tashmë edhe pjesa e dytë, topi parë në duart e Mitrovicasve. Henry do të ndalet për treshe, Sek Henry realizon pika e tij e 6, vetëm një treshe e qëlloi në pjesën e parë, ndërsa tani më e starton pjesën e dytë me 3 pikësh. Warwick. Reed. Syla, 2 sekunda dhe në përfundim të aksionit, nuk pati zgjidhje tjetër rënda. Syla gjuajti për 3, mbyllje mirë në kosh aty nga Chet Brown, rëndoj në duart e Jackery Payne. Henry, ndes turbina, tenton veta, përfundon aksionin, nuk arrit të realizon, por batën tuna edhe njerë e merë kërcimin e tij të 3 në sulm dhe të 6 në përgjithësi. Airball nga Payne. Helms tek Warwick që tenton nga ana e kundër të realizon, nuk ishte i sakt, por ta shohim edhe një herë. Është Payne ai që ka luajtur i fundit, 14 sekunda për vazhdimin e sulmit të skuadrës Vllaznimit. Reed e kthen dobin tek Warwick. Deri në fund, Warwick nuk qëllon. Payne tek Chet Brown. Hum topin Chet Brown. Rënda Syla.
Ndalet me personale, do tjetë në vjenë gjuajtje së lirë. Ky është momenti personale së kapitit ndaj Dasylos. Atëherë vetëm se u konfirmua personalja është e Dardan kapitit. Qëllan rënda syla 3-3 nga vija e gjuajtjes së lirë, vetëm pika e qëlluar nga të lirat sonte. Edhe njeri sakt. 55-28. Kapiti në topin të Payne. Henry. Mbrojtje mirë e Dasylos, por topi përfundon në duart e Chet Brown, që realizon në fakt u ndal me personali, isha duke shikuar rastin Samir Zekiqi, super i nervëzuar me këtë lëshim të rënd. Dasylos nuk e lejoj Chet Brownin të realizon e ndali me personale. Du të ketë 2 të lira Brown. Nuk e qëllan të parën. 8 pikë të Chet Brown sonte, që i ka dhe 2 kërcime. Dhe dyta në është i sakt. Helms nuk qëllan në qerekun e parë, shpërtheu Jericho Helms, por tani më skuadra Adis Beqiragic me mbrojtje shumë më të fortë ndaj tij, nuk po ja lejon ato pikë të lehta. Khaled Mushic realizon për 3 pikë, pikët e para të Mushic, që sonte nisin ndeshjen me 3 personale, vetëm 5 minuta e 45 sekunda ka luajtur Mikhaelet Mushic. Pra edhe atë sikur se Drilonin e penalizuan personalet, por qëllan treshen. Ziggy Reed për të përgjigjur, nuk është i sakt. Merr topin Batën Tuna. Payne. Edhe një tjetër top i humbur i Mitrovicasve. Edhe gjatë pjesë së pare përmenda mbrojtjen e rënd Dasylos, edhe tash po e shohim super aktiv në mbrojtje, paraprakisht për paksa nuk e vodhja top, nuk u tregua i vëmendshëm, ndërsa kësaj radhe me presion duhet të jetë vendimtar për këtë top të humbur të Tripshës. Warwick ndalet në gjysmë distancë, realizon Pesdhet e 9-50. Payne. Mushic tek Tuna. Kthen topin tek Mikhaelet Mushic. Amzil gjuan në sekondën e fundit. Realizon për 3 pikë. E kontrollojnë në mënyrë perfekte këtë aksion. Mitrovicasit në anën tjetër nuk qëllon Dasyla. Teksa shohem që pati goditje ndaj
Sylës. Afrohet edhe Tmushic aty. Do ta shohim edhe një herë momentin kur Tmushic e godet në humb me gjas rënda Sylën, por gjithçka është në rregull. Warwick kthen topin në lojë tek Helms. Blokad monstruoze Dardan Kapitit. Super mbrojtje e Tmushic dhe ndima në kohë të saktë nga Dardan Kapiti. Fenomenal në këtë aksion, dyshja reprezentuese teksa Mikajle Tmushic me treshën e radhës e pret edhe Drilon Ajrizi me një përshëndetje. 65-50, Trepqa e thot fjallën kryesore edhe në qerekun e tretë. Nuk e nisën mirë ndeshjen, por po e kontrollojnë në mënyrë perfekte, detyrohet trajneri Rajko Krivokapic të kërkon time-out. Rikthehemi pas time-outit. Vazhdon presionin në mbrojtje i Trepqës, me njerë për vjen dy vishimi. Warwick heziton gjuan parën, por arrin të realizon. Marquez Warwick. Payne tek Amzil. Nuk qëllon, as Kapiti nuk arriti ta përmirëson Jerry Cole Helms. E hum topin, Jackery Payne nuk arriti gjithsesi të realizon mbrojtje fantastike e tij. Helms do të gjuan për 3 pikë, nuk qëllon. Topin në duart e Payne, ka faul në sulm. Ndaj rënda Sylës duke që ishte Amzil. Ky ka qenë momenti kur Amzil shkakton faul në sulm. Treguaj pa përmendshem tek sa e pritja aty ta Syla që ta fiton atë faul. Kthehet Drilon Ajrizi në lojë. Si edhe Chad Brown teksa Kapiti dhe Amzil ulen. Syla tek Warwick. Zekici do gjuan për 3, nuk është i sakt. Dhe topi në duart e Helms që realizon. Me pikët e Jerry Cole Helms. Pas një kohë të gjatë, nuk i pëlqen as pak kjo trajnerit Beqiragic. Payne ndalet në gjysmë distancë për të qelluar edhe një herë. 13 pikë të Jackery Payne. Pa edhe 4 kërcime e 4
asistime. Warwick. Tentimi nga Reed për 3, nuk është i saktë edhe një herë. Në vendin e duhur Jackery Payne me kërcim. Sa Henry. Do të kthehet në lojë në vend të Button Tunës. E shohim trajnerin Beqiragic me kritikat e tij për Button Tunën. Bukur asistim perfekt i Jackery Payne dhe pika e 20 e Drilon Hajrizit. 69-54. Tasyla arrin të realizon ballë Henryt. Rënda Syla, pika e 6 dhe pikët e tij të para nga loja. Paraprakisht 4-4 ishte nga vija e gjuajtjes së lirë. Hajrizi. Pa faul. Nga Tasyla. Tjetë në vijen e gjuajtjes së lirë. Drilon Hajrizi. Pati reagime për këtë personale. Qëllon Hajrizi, 21 pikë. 3-3 nga vija e gjuajtjes së lirë. Saktë edhe një herë. Warwick. Tek Reed. Aksioni bukur, por mungon finalizimi. Në anën tjetër, ndalet Music. Payne, Hajrizi. Pasimi nga buari ti për Chad Brown. Do të ullet Ziggy Reed. Colin Mario në loj. Warwick. Blokohet Warwick. Por Colin Mario është aty për ta marrë dhe njerë kërcimin gjuan për treshe as kësaj radhe nuk qëllën. Jerry Cole Helms. Shtatë 51-56. Personale Colin Marios ndaj Drilon Hajrizit. Do t'ullet për pushuar Jackery Payne. 13 pikë, 5 kërcime, 5 asistime të tij, ndër më të vlefshmit në fushë tek skuadra e Tripçës. Lojë është Arslan Agić. Ka kontribuar Arslan Agić me 4 asistime. Mushic tek Hajrizi. Gjuan Drilon Hajrizi. Nuk arriti të realizon. Helms. Faul nga Arslan Agić. Nuk e alejan dëbërtimin Jerry Cole Helmsit. Warwick. Helms, afërti të Mushic. Warwick. Do të gjuan për 3 pikë. Realizon Warwick. 71-59. Henry. Mikajlet Mushic nuk arriti kësaj radhe të përgjigjet.
Kalimerio në anën tjetër blokohet pastër nga Chad Brown. Drilan Hajrizi nuk është i saktë, tira e parë që ka bën sonte nga vija për 3, megjithatë i vëmendshëm në mbrojtje nuk e lejon kundër sulmin. Topi përfundon jashtë. Warwick. Helms. Kushi. Atik Kushi. Gjuan vet, nuk arriti të realizon. Do të shkojnë me sojnë të zgjatur Asanagic. Pastër blokohet Asanagic. Teksa Helms gjuan në sekundën e fundit të aksionit, nuk arriti të realizon. Përfundon edhe qereku i tretë, 71-59, kontrolli në anën e Trepçës, që nga fillimi i qerekut të dytë nuk ja lejoj më vllaznimit e vazhdon lojën që e bëri në qerekun e parë. Dhe me mbrojtje shumë më të mirë, i ndaljen edhe kësaj radhe në vetëm 13 pikë të realizuara, dërsa 19 i që luan Mitrovica si të rikthehemi pas pak me qerekun e katërt. Starton tashmë edhe qereku i katërt.
i përballjes ndërmjet Tripçës dhe vllazimit topi për pak i humbur isha duke thënë nga Drilon Ajrizi, megjithatë përfundoi në duart e Mikajllit Mushiqit. Personalja e 4 e Ronda Sylës. Ajrizi, Arslanagic, Gjuan për 3 sekondat e fundit të aksionit. Warwick. Tek da Syla. Helms. Afërti Henry. Da Syla. Nuk arriti të realizon kapiti më i larti në gëlcim. Arslanagic. Mikajllit Mushiq nuk qëllon, teksa nuk arriti ta mban brenda vijave top Jerry Cole Helms. Do të vazhdon t'i takon topi skuadrës Tripçës edhe më tej. Henry. Nuk ka trishe e as kësaj radhe Helms nuk arrin të mban topin. Edhe njerë përfundon jashtë. Ajrizi. Afërti Kolimerio. Simi gabuari Drilon Ajrizit. Warwick. Tek Mushiq. Nuk ka dëvërtim të hellimsit para Mikajllit Mushiqit. Edhe sot qelik në mbrojtje Mikajllit Mushiq. Helms Gjuan për 3 pik. E kësaj radhe u vënua realizon Jerry Cole Helms, 71-62. Kapiti tek Henry. Gjuan nga gjysmë distanca personale Ronda Sylës. E kjo do t'jetë e pesta e tij. Përfundon ndeshja për Ronda Sylën, që kontriboi me 6 pikë, 2 asistime, 2 topa të vjedhur. Ndërsa në vjen e quajtjes së lirë është Henry. Ullet për të pushuar edhe Drilon Ajrizi, 22 pikë të tij. Nuk shëllon Henry në tentimin e parë, është ndalur sot në vetëm 6 pikë. As të dytë nuk e qëllon. Warwick. Ati Koshi. Airball i tij. Henry. Sek Henry deri në fund. Pika e 8 e Henryt për 73-62. Reed. Zakiqi edhe njerë ja kthen topin Ziggy Reed, që nuk arriti të realizon, topi hynë e del. Ti pikë të Ziggy Reed sonte. Henry do të tenton edhe njerë për 3 pikë, nuk
nuk është i sakt, topi në duart e Mustafa Amzil. Grid, asaj radhe nuk qëllon. Por sheni Mikajlët Mushiqin edhe një herë. E merë top. Arslanagic. 3 sekunda, Arslanagic. Nuk është i sakt. Pikërisht Arslanagic ka luajtur i fundit. Do të ullet Sek Henry. E në lojë kthehet Jackery Payne. 73-62, 6 minuta e 20 sekunda deri në fund të kësaj përballjeje. Warwick blokohet edhe një herë nga Dardan Kapiti. Edhe Kapiti ka qenë mjaft i mirë në mbrojtje sonte. Shohim edhe një herë. Nuk i lejon playmakerit të Gjakovarëve Kapiti të realizon. Blokada e dytë sonte ishte. Kemi dyshën e gjyqtarëve këtu edhe një herë. Ishte vetëm faul normal apo i thjesht dhe nuk pati faul jo sportiv. Arslanagic. Payne. Do të ndaljet për 3 pikë Jackery Payne. Nuk qëllon. Warwick. Reed. Ziggy Reed Gjuan do të realizon për të ndezur edhe atmosferën në palestër. 73-65, po mundohet maksimalisht skuadra e vllaznimit të bën diçka më tepër në këtë çerek. Payne. Arslanagic. Nuk ka pika kësaj radhe. Ishin 3 sekunda deri në përfundim të aksionit. Mundësi për Gjakovarët. Warwick. Gjuan për 3 pikë edhe një herë qëllon. Tashmë plotësisht në lojë skuadra e vllaznimit 73-68. Dhe pikërisht trishet në këto momente ndikuan që të shkrihet avantazhi i Mitrovicasve 9-2 në këtë çerek për Gjakovarët dhe kemi time-out tjetër të kërkuar. Kthehemi pas time-outit.
4 minuta 22 sekonda deri në fund të kësaj përballje. A do të ketë forcë vllazënimi të bën diçka më tepër? Gjithçka mbetet e hapur pas kësaj serie prej 9-2 në këtë çerek të katërt. Henry nuk arriti të realizon. Warwick e merr top. Reed, Ziggy Reed shkon deri në fund, realizon, dalet me personale. Do t'jetë edhe në gjuajtjen e lirë. E shojmë edhe një herë pranë ti Mikhail Tmushic e drilon Ajrizi. Është Tmushic ai që ka shkaktuar foul personalja e katërt. Tmushic u ngarkua me personale, me 3 personale shumë herët çerekun e parë. Deri në këto momente luajti pa e bërë asnjë, ndërsa tani e shkaktoi të katërtën. 73-70 vetëm plus 3 Trimça. Do të kemi një dramë në këto 4 minuta. Jackery Payne dalet e kthen topin tek Mikhail Tmushic, lëvizje e bukur mashkruese Gjuan për 3 dhe i zgjidh problemet. Mikhail Tmushic. Pika e 9, treshja e tretë. 76-70. Super përballje në Shani Nushi. E shojmë edhe një herë treshën e Mikhail Tmushic. Kemi time-out, rikthehemi pas pak. Keep them just for them foul. And you make foul anyway. Come on, man. Make foul, side ball, play defense. Tashmë 3 minuta e 47 sekunda deri në përfundim të kësaj përballjeje. Plus 6 Trimça pas treshës së Mikhail Tmushic. Shënim mbrojtjen e Jackery Payne gjithsesi arrin ta mbahen topin Marquez Warwick. Ziggy Reed Gjuan nuk është i saktë. Gabim në hapa nga Jackery Payne. E humb topin shojmë edhe një herë momentin e gabimit të hapave të tij. Warwick tek Helms, ka faul, dridorën Henry me një herë. Helms. Warwick e realizoi një treshe paraprakisht, edhe një herë është i saktë për të mbetur në lojë plotësisht. I përgjigjet treshës së Mikhail Tmushic. Henry. Payne. Henry. Gjuan nuk është i saktë. Topi në duart e Warwick. Jericho Helms.
faul para prakisht. Dardan Kapiti nuk ja lejon depërtimin. Warwick. Do gjuan edhe njerë për 3 pike, edhe njerë është i sakt. E këtë vit vllaznimi nuk e ka vetëm një Helms, por edhe Marquez Warwick kur u ndalë së realizuari. Jericho, Helms, Marquez Warwick në skin, gjithë qka baraz. Ka faul nga Ziggy Reed. Do t'jetë në vjen e quajtje së lirë Dardan Kapiti. Çfarë shpërthimi i Warwick, çfarë shpërthimi i vllaznimit në qerekun e 4. Gjithë qka bara 76-76 tashmë qëllon Dardan Kapiti. Çdo pikë e rëndësishme në këto qaste. Qasht piket në kërcime nga Dardan Kapiti sonte. Për dytën e huq. Reed. Warwick edhe një herë do të gjuan për 3 pik. Çka themi njeriu i momentit? Çfarë shpërthimi i Marquez Warwick. Fenomenal në këto qaste. 3 trishe. Radha zi qëllon 77-79. Përmbys gjithë shka vllaznimi në qerekun e 4. Jackery Payne. Gjende depërtimin bukur deri në fund Jackery Payne. Për parazuar gjithë shka edhe njerë. Bukur ai top tek Ziggy Reed që realizon asistim në kohë nga Warwick e pa të lirë në kosh. 70 sekunda deri në përfundim të përballjes. E merr përgjegjësinë Payne që nuk arriti të realizon teksa ka faul nga Helms ndaj Drilon Ajrizit që do t'jetë në vjen e gjuajtje së lirë. Tashmë në bonus është skuadra e vllaznimit. Realizon me qëtësin e plot Drilon Ajrizi. 5-5 nga vija e gjuajtjes së lirë, 23 pikë të ti. Edhe njeri sakt. 24 pikë për Drilon Ajrizin do t'ullet. Pas 19.7, gjithë qka baraz në Gjakov. Drame vërtet. 25 pikë të Marquez Warwick, që tani po ndiqet nga kush tjetër pas Mikajlet Mushic, kur i duhet skuadrës për mbrojtje të mirë. I ka 4 personale dhe sheni Marquez Warwick. Dhe depërtim fantastik. Lehtë e kalojt Mushicin, e shënon pikën e 27. Payne, Mikajlet Mushic për 3 pikë. Nuk qëllon, topi kthehet në duart e tij, do të gjuan as kësaj radhe. Teksa Amzi lëruan topin. Jackery Payne, lëvizje fenomenale, nuk qëllon, por vjen
Dardan Kapiti qka huqi Pejnë. E nga plani I dytë. Dardan Kapiti për ta vazhduar dramën. Në Shaninushi në Gjakov, 83-83. A do të kemi vazhdime. Super ndeshje kjo. Pa asnjë dyshim në fillim të ndeshjes se thash përderisa Pro-Kredit Superliga ka filluar të bëhet super interesante. Pas fitoreve, vllazimit ndaj Bashkimit, më pas ra Veci mposhti Bashkimin, Bora mposhti Sigaj Prishtinën, a do ta mposht vllazimi sonte Trepçën për të vazhduar shkëlqimin e skuadrave të pjesës së dytë të tabelës. Mos ta them fundit, pasi që tashmë po I shohim të gjitha skuadrat që po tregojnë lojra fantastike dhe kjo tregon që do të kemi një tjetër edicion shumë interesant të Pro-Kredit Superligës. 12 sekonda deri në përfundim të kësaj përballje, gjithçka baraz. Sa po I shohim tashmë edhe statistikat komplete të kësaj përballje. Sulmi do të takojnë skuadrës vllazimit. A do të arrijnë ta shfrytëzojnë Ziggy Reed. Ta rikthen topin në lojë tek Jerry Cole Helms. Helms do ta merr përgjegjësinë me gjas. Jerry Cole Helms. Helms do të gjuan në sekondën e fundit Jerry Cole Helms. Shpërthen atmosfera, do të rishikohet edhe njerë. Festa shpërthen në palesër, por treshja e gjyqtarëve. A do të jetë hero Jerry Cole Helms, do të vendosin gjyqtarët. Do të shohim a ka shënuar në kohë, po e shohim ndërtimin e Jerry Cole Helms. Dhe do të shohim a do të pranohen pikët. Do të jenë gjyqtarët këtu, e lusim regjin ta kemi edhe një herë. Jerry Cole Helms është heroi kësaj përballjeje me atë realizim në sekondën e fundit dhe ajo që e thash paraprakisht, vllazënimi me super paraqitje arriti që ta marrë fitoren edhe ndaj Trepçës dhe tregoi që jo rastisht e kanë mposhtur Bashkimin. E tashmë gjithçka mund të ndodhë në Pro-Kredit Superligë. Ndeshja e tretë e gjirës së nëntë dhe në ndeshjen e tretë shënon fitore skuadra e pjesës së dytë të tabelës. Marcus Warwick ishte fenomenal me treshët e tij, pavarësisht që Jerry Cole Helms I realizoi pikët vendimtare. Warwick 27 pikë, Warwick shpërtheu në çerekun e katërt dhe arrin gjakovarët ta marrin fitoren. Me të vërtetë Trepça ishte fantastike me përmbysje në çerekun e dytë dhe të tretë, por nuk arriti ta mban lojën dhe të vazhdon me atë performancë. 24 pikë nga Drilon Ajrizi e 15 pikë, 7 asistime nga Jack Curry Payne nuk mjaftua. Në anën tjetër 27 pikë të Marcus Warwick, 24 pikë, 8 kërcime nga Jerry Cole Helms
e Ziki Ridi shtoi 15 pikë e 8 kërcime. Për pak qaste do t'jemi me intervistat të ndërrua shikues.